Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Andalina nga sofra ime. Sot dua të ndaj me ju recetën e këtyre pitëve ose petullave, mund t'i quani si të dëshironi. Janë pa maja, pa pluhur fryrës, pa sodë dhe më të shpejtat në përgatitje dhe mund t'i përshtasni për çdo vakt. Fillojmë pa humbur kohë. Ju nevojiten 2 vezë, 300 ml qumësht, 1 lugë çaji krip dhe do t'i përzjem shumë mirë. Unë i kisha vezët që më ka sjell mami nga Shqipëria, janë vezë fshati dhe sa shumë ndryshim që kanë nga vezët që blem në supermarket. Shikoni pak sa të verë dhe bëjnë masën. Kam shtuar rreth 300 gram miell. Nëse nuk jeni të sigurt se sa përthithës është mielli, mund ta shtoni atë pak e nga pak. Do vazhdojmë përzierjen derisa masa të mos ketë kokriza. Do shtojmë 1 kungulleshk e grirë në rende. 2 lugë djath, mund të shtoni çfarëdo lloj djathi që dëshironi, por edhe pa djath mund t'i përgatisni. Do vazhdojmë përzierjen edhe për pak derisa të na formohet një masë e njëtrajtshme dhe kur ta kemi gati i skuqim në vaj të bollshëm dhe fillimisht vaji duhet të jetë i nxehtë. Mos kini merak pasi nuk përthithin as pak vaj, pra mjaftueshëm dhe janë më pak përthithëse se sa tek ato që përdori maja, sodë apo pluhur fryrës. Unë kam përdorur 1 kungulleshk pasi djali nuk e konsumon fare kungulleshkën përveç se në këtë rast, por ju mund ta zëvendësoni me çfarëdo lloj perime që preferoni. Mund ta bëni me brokoli, me karrotë, me patate, pra mund ta kombinoni me perimet tuaja të preferuara. Unë duke qenë që petulla djali i preferon shumë, në këtë rast vendos perimen që ai nuk e ka qejf, kështu të paktën mund të konsumoj pak. Dhe do vazhdojmë kështu derisa të mbaroj masa. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Nuk dua të harroj pa thënë që skuqja bëhet në zjarr të ngadalt, duke i kthyer her pas here dhe duke shtuar vaj me lugë kështu si pat në video. Dhe vetëm kaq që duhet i keni gati. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Nëse keni dëshirë, mund të më shkruani se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Është kënaqësi për mua ta mësoj. Faleminderit dhe bashkë dëgjohemi në recetën e radhës.